Mungesa ndër vite e investimeve në infrastrukturën rrugore në 12 fshatrat e njësisë administrative Malzi të Kukësit ka ndikuar drejt për drejt në largimin e banorëve, sidomos të rinjve. Rënja e numrit të nxënësve nëpër shkolla dhe ulja e interesit për t'u marrë me bujqësi e blegturi janë pasojë e kushteve të vështira pavarësisht potencialeve të mëdha që ofrojnë këto zona. Banorët shprehin se infrastruktura e dobët rrugore që lidhe fshatrat me Shëmrinë, Njësinë Qendër dhe me qytetin e Kukësit vijon të mbetet një nga problemet më shqetësuese. Situata është zero. Pse? Pse s'ka asgjë, as element, janë shu komplet, total. Çfarë shumë na tregon? Po ashu, mas pore ashu që braktisje, rinia, s'ka të rjeshtë zero, po s'pa të rini, s'ka jetë, s'ka gjallëni. I ke punë. Në bazë rinis vjen punë, vjen a zinxhir, shkurt, zinxhir. Po s'pa të ri as arsim s'ka, sepse bie dhe arsimi, sepse trit janë ato që rigjenerojnë vendin. Fëmijët, nga këto vinë, nga plesh nuk vinë fëmijët, s'ka arsim. Si mos kesh arsim, s'ka me pas mësani as një lloj zhvillimi. Po se ka pak nxënës në shkollë. Po është diskutohet, se normal se ka pak, se dihet e punë, është gjë që është u pa për ditë kjo punë. Po me çfarë merrni, çush mbijeton juve? Çto pak banorë si kanë Po ditë? pak banorë merren me pak bujqësi minimale, me bakti, diçka pak bakti. Po. Me frutaprime, se kështu frutaprime bëhen këtu në këtë vend, po s'kip se ato as kanë kuqohen, sepse nuk tërtohen më shkurt. Edhe pak larg është si njësi kjo administrative që kanë ngel këtu. Punoj lokal me qera, paguaj këtë detyrimet. Njerëz janë gati domthon totalisht u sa të merret kush ma këtu. Ka punësim, rrugë, infrastruktura është e dobë, se në të kjera po, punësim ka kështu, po s'ka në gjatë, ma, s'kene sa me thonë se në kjete për... Rrugët e fshatrave qysh janë? Nuk janë se janë, po, dobët janë për zotë. Me qa merren banorë përgjithësi? Përgjithësi, po të shumë me punë bukur, punë shpije, që shumë, punësom ka një të ujtë eftohet, ma në kanë. S'ka, po. A me bliktoria? Po s'ka, më burë, se s'kanë koha, qa bliktoria bësia, më se po s'pa të... Ku kanë me i marë, më burë? S'kanë më burë, se një lopë ka shku 2 milion lek. Sa i zoti, i cof njënit lopë, a jetë pa ata. Banë zoti emën, kur ta gjojnë e konë, ma gjithë këmë në eqmim të arsyshën, për shumë. Zona është e braktisme, ka punuar. E braktisme, po gati drejt braktisme sashën, nuk ka, se s'ka. O dikur se ma një men shumë? Dikur ka pas 13 banorë, po sot mi nëmru nuk bon 1000. S'ka, s'ki ku i merë. Rrugë t'i ke katastrofë. Po mendon rrugët e brendshme të fshatit? Të brendshme të katastrofë. Mos shiko mu se e kam 50 metra asfaltin, po shiko shtanë, duka gjinë pistë, petë kaj. Katastrofë ke. Banorët këtë papunësi është. Kush më majtë nej lopë, nej diçka, po s'ka. S'ka si gjë. A merre me bliktori? Shumë pak. E kanë braktisë? Në braktisë. Ndërkohë, administratori i njësisë Osman Abazi pranon se situata e infrastrukturës rrugore është përkeqësuar edhe më tej si pasojë e rreshjeve të shumta të shiut që ranë në muajt e parë të këtij viti. Dimërherë ka mbi ngarkuar nga rreshjet, edhe s'pari rrugët nuk kanë damtu shumë, gjithata janë marrë mosat, nuk kanë ngel rrugë e pa hapur, po ka mangësi prapë në rrugët. Për sa i përket problematikave të tjera, punësimi nuk është keq. Janë punojnë në fabrikë të Lejfiza, janë 2 fabrikat e kromit atje. Ka punësimi nuk përban një problem. Problemi kryesor është që të rritë kanë lëviz. Edhe pos kërënia bje dhe gjallëria. Për sa i përket problemit të arsimit të shëndetësisë, janë nivelin e duhur. Nda shëndetësia në shërbim komunitetit, nda shkolla me disiplinën e me mësimdhanjet. Ashtë në vitet të ralla, për shembull që ky vit është kompletuar me arsimtar, çdo profil ka arsimtarin përkatës me profil. Numri i nxënësve besoj se ka. Normal, shqetësues numri i nxënësve në vazhdimsi se nga
emigracioni dihet që ka rënje, po mirë, jo keq. Megjithatë, sipas avazit, shumë shpejt do të nisë një investim madhor për asfaltimin e rrugës Shtan-Shikaj, një nga akset më problematike të njësisë. Gjithashtu parashikohet edhe rikualifikimi urban i fshatit Shëmri si një ndërhyrje e rëndësishme për përmirësimin e kushteve të jetesës. Është drejt plotësimit përfundimtar e dokumentacionit për fillimin e rrugës Shtan-Shikaj me asfalt. Dhe shpresojmë që me fjalë deri në fund të muajit të mars të kenë filluar punimet. Sipas informacioneve që disponojmë kena nga bashkia, edhe rrugë tjetër tash, rrugët e tjera do t'i kalojmë të gjitha me makineritë e bashkisë. Në javën tjetër, për shembull, e kam diskutuar edhe me drejtorin edhe me kryetarin që do të hyjmë gjitha rrugëve, se deri tash ishin rrugë te ngopur me ujë dhe nuk bajke asnjë punim cilësor. Mësane për me hyje me kaluve që kena pretenduar që mos jenë bllokuar rrugës deri tash. Tash do fillojmë kismet edhe me remetimin e tyre. Përveç kësaj rrugë, pritet ndonjë investim tjetër madhor? Po. Është miratu këshill me projekt, me buxhet për kac, riparimi i qendrës së Shëmrisë. Me fasada, me kajnë lojnash të shkolla, me ndriçim, me trotuar, me gjitha problemet. Edhe kjo është drejt pritet me fillu puna. Pra janë marrë të gjitha procedurat, është në procedurën e tendrit. Po mendon se do të ketë rikualifikim urban, domethënë komplet kjo pjesë. Patjetër. A janë përfshirë edhe këto banesat rregullimi? Po, komplet do riparohen gjitha fasadat e qendrës njësisë. Aktualisht njësia administrative Malzi numëron rreth 3300 banor, ndërsa vetëm fshati Shëmri si njësi qendër ka rreth 1000 banor. Shifra tregon një rënje të ndjeshme krahasuar me vitet e mëparshme. Dikur Malziu kishte rreth 13000 banor, ndërsa Shëmria mbi 1300 banor. Rënja demografike mbetet një sfidë e madhe për zonën, ndërsa investimet e premtuar në infrastrukturë shihen nga banorët si një mundësi për të frenuar largimin dhe për t'i dhënë një shtysë të re zhvillimit lokal dhe turizmit në zonë.